Për këtë ditë, ne kemi zgjedhur një temë tepër të rëndësishme, e cila është bazë e rëndësishme e parandalimit të korrupsionit, sepse percepcioni publik, po besa edhe dhënat publike tregojnë që potenciali për korrupsion në këtë fushë është më i madh. Sot do të flasim për parandalimin e korrupsionit në prokurorimin publik dhe jemi të nderuar të kemi një panel të përfaqësuesve më të lartë institucioneve që kontribuojnë direkt në parandalimin dhe identifikimin e lëshimeve në prokurorimin publik. Ky sektori i prokurimit publik, mbetet një sektor ku rreziku mbetet ndër më të lartët. Nuk mbetet rreziku më i lartë vetëm në Kosovë, po globalisht si sektor konsiderohet sektor me rrezikshmëri të lartë. Për këtë arsye, kërkohet gjithmonë qasje koordinuar, profesionale dhe e vazhdueshme në parandalimin e këtij korrupsioni. Përveç panelistëve, ju falenderoj shumë edhe ju përfaqësues të institucioneve të Republikës Kosovës, kolegë të agjencisë, e shumë të respektuar kolegë të medjave, pa të cilët nuk kishin pasur mundësi ta bartin mesazhin të qytetarëve të Republikës Kosovës. Kemi nga puna e agjencisë për parandalimin e korrupsionit, kemi vërejtur përmes punës analitike, po dhe raste sinjalizimi dhe rasteve të konfliktit të interesit. Kemi vërejtur që prokurimi publik vazhdon të mbetet edhe tani si fushë me rrezik të lartë për këto përdorime. Të dhënat tona tregojnë që një pjesë e konsiderueshme e rasteve, qofshin ato të sinjalizimit, po ashtu edhe të konfliktit të interesit, rrjedhin nga fusha e prokurimit publik. Kjo fushë kërkon qasje më serioze në ngritjen e transparencës dhe në forcimin e integritetit të proceseve. Kolegët e panelit po besoj që do të adresojnë sfidat konkrete, po ashtu edhe boshllëqet normative, po edhe mundësitë reale për përmirësim. Në çdo institucion, këtu që është prezent, por ato që nuk janë prezent, përfaqëson një hall kyçe në këtë zinxhir. Duke filluar nga auditimi, te rregullimi, mbikëqyrja, politikat publike dhe monitorimi i shoqërisë civile. Qëllimi i këtij paneli sot, e kësaj dite sot, është të dalim me rekomandime të zbatueshme për të forcuar integritetin e prokurimit publik dhe për të zvogëluar hapësirat për korrupsion. Le ta shfrytëzojmë këtë platformë për të ndodhur praktika, ftoj gjithë pjesëmarrësit që janë aktiv, për të ngritur pyetje sfiduese për gjithë ne dhe për të identifikuar zgjedhje konkrete që mund të përforcojnë integritetin edhe punën tonë të përbashkët. Integriteti në prokurimin publik nuk është çështje teknike, shumica e rasteve është themeli i besimit të qytetarëve në institucionet publike tona. Së bashku me rekrutimin janë themelet e besimit të publikut në punën e institucioneve të Republikës Kosovës. Rrjedhimisht kërkohet qasje se fusha e prokurimit publik vazhdon të mbetet një prej sektorëve i cili i ekspozohet më shumë te abuzimeve të paras publike, konfliktit të interesit, dhe me këtë automatikisht do të drejt për drejt ka të bëj edhe me kredibilitetin apo besueshmërinë e institucioneve publike. Në fakt, ne integritetin nuk duhet ta shohim vetëm si një shkelje procedurale apo administrative, mirë po duhet ta shohim se çdo mospërputhje me ligjet në fuqi, çdo mospërputhje me aktet nënligjore, posaçërisht që ato që kanë bënë në fushën e prokurimit publik, nënkupton edhe humbje e vlerës për para, do të thotë humbje të paras publike, nënkupton më pak shërbime për qytetarët, nënkupton ndikim të drejt për drejt në konkurrencën e drejtë dhe po ashtu, siç e thash, ajo që është më e rëndësishmja është besueshmëria tek institucionet e shtetit. Tash, zyra kombëtare e auditimit ka një mandat shumë të gjerë, i ka dhënë mandat kushtetuta dhe ligji për auditorin e përgjithshëm, mbrojtjen dhe përdorimin e fondeve publike, duke përfshi të gjitha nivelet, nivelin qendror, nivelin lokal, e po ashtu edhe tek ndërmarrjet publike. Më pas ligji për auditorin e përgjithshëm e ka specifiku, e ka bë mandatore për auditorin e përgjithshëm që të kryej auditime financiare dhe të pajtueshmërisë
të gjitha ministritë, të gjitha agjencitë e pavarura, si dhe të gjitha komunat. Një obligim të cilin nuk është se e sheh edhe tek zyret e auditimit si në nivel rajonal e ashtu edhe në nivel evropian. Megjithatë, pavarësisht për kushtimet edhe angazhimit që neve na duhet me përmbush këtë obligim ligjor, besoj se kjo është shpërbly për shkak se është përkthy pastaj në besimin që qytetarët e kanë ndaj punës së auditorit të përgjithshëm. Pika më e dobët komunu që është menaxhimi i kontratave, pra për procesi prokurimit të ciklet, besoj që secili prej neve këtu i dim se të gjithë fushës mendoj që jemi, planifikimi, vlerësimi i ofertave dhe në fund të realizimi ose monitorimi i kontratave. Kam menduar që ndoshta planifikimi, menaxhimi i kontratave që tha dhe Vlora, është një prej pikave më të dobta, por personalisht në bazë të analizave, në bazë të diskutimeve, monitorimeve që kemi bërë, mendoj që pjesa e parë, planifikimi, është temeli dhe është, që thojnë, në thembra e akilit e procesit prokurimit, dhe mendoj që është pika më e dobta në këto. Shumë flasim për një planifikim të dobët, po që është në rrije nuk e shohim, ka dhe planifikime dhe punë që realizohen që ndoshta nuk duhen fare. Drejtimin që e marrim ose fokusin që kemi ne si institucione të planifikimi i prokurimit ose të korrupsioni, të vendosja kriterëve diskriminuese, shumë herë ka debat procedura negociume. Ndoshta nuk është me thonë këtu, po në vlerësimin tanë ka shumë procedura të hapura që ngjajnë si procedurë e hapur në sy të secili prej neve është hapur, por është vetëm një ofertues, sepse është përgatitur dhe është dizajnuar me kritere diskriminuese për vetëm një ofertë. Bazë vlerësimeve që kemi bërë, këtu dinë me konë procedura edhe më të rrezikshme, dinë me konë edhe me çmime më të shtrejta, sepse kur shkon auditori, policia, prokuria, thotë ka qenë proces i hapur, transparent, ne prokurim, kush ka dashur më apliku, ka dashur me kush ka pas mundësi më apliku, ka apliku, nuk është në dorën tonë. Pra vendosja e kriterëve ose plani, e thash një herë, ka shumë projekte që bëhen edhe nuk përkojnë me autoritetin me punën, shkon gjithë projekti donë. Ka tash të sa vite rruga Dallci Gjakov, që për thëmë të drejtën është lep për prokuri, polici, për secilin prej neve, po është turp. Është rrezikon jetën, domethënë është filluar projekti, ka jetë edhe sot atë ditë, nuk ka asnjë llogaridhënie, nuk rrezikohet, po them çdo ditë jeta e njerëzve. Si fenomen kohëve të fundit që është faq, është anulimi i procedurave prokurimit. Gjatë vlerësimit të nderve ka oferta ose që autoritetin kontraktuese nuk i shkruajnë për shpallje dhënia fitues shpallja një fituesi të caktuar dhe vjen deri te anulimi i procesit të prokurimit. Që tha Vlora në fjalën e saj, procesi i prokurimit e ka rritë mas madhe transparenten, nga inicimi deri te përfundimi dhe në nënshkrimi i kontratave me përmbajtje të plotë është i plasuar aty, pra mundësia me bë me dokumente, me bë ndaj keqpërdorim është hek. Tani është vlerësimi i të nderve që bëhet shumë i dobët. Çfarë do të thonë me këto që bëhet shumë i dobët? Bëhet vlerësim, anulohet procedura prokurimit pa asnjë një bazë, ose eliminohet nishi, dyshi, treshi, ose 4-5 oferta, derisa të shkojmë te ofertuesi i preferuar, ose më e keq anulohet tonë procesi i prokurimit. Kjo ndukje nuk do këtë dëm i madh, por në praktikë bën shumë dëm të madh sepse shtyhen proceset, shtyhet shkolla, shtyhet ambulanca, rriten çmimet, ndryshojnë rrjedhimisht e prish krejt ciklin e prokurimit dhe keqpërdorimi që bëhet ndukje nuk vrehet, po në praktikë është goxha e madhe. Pra jo mi pa vendost me thonë se cili është dami më i madh dhe cili që bëhet, por në gjykimin tamë dhe në vlerësimin edhe të Komisionit Rregullativ, bazë analizave që kemi bërë, është pjesa e parë e planifikimi i prokurimit. Sepse unë e them kanë një herë prokurimi është art, prokurimi është sikur ndërtimi i një ndërtesë, ndoshta po e tepër të i thonë gati çdo takim kur planifikojmë me bëni ndërtesë 12 kat dhe ajo tërmeti është planifikuar për një tërmet të 6 ballë, ndërsa ne ndërtojmë 20 kat, e 6 ballë që ka me prish ose 4 ballë që ka me prish edhe to në ndërtesë. Pra çysh bëhet temeli i një procesi të prokurimit,
ashtu shkon edhe realizimi, vlerësimi dhe realizimi i kontratës.